Pra të nderuar zonja dhe zotëri, të dashur miq, po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV për të shuar të gjitha pikpyetjet që në fakt mund të jenë ndërtuar në kokën tuaj për situatat e ndërtuar brenda shtëpisë dhe çfarë po ndodh tashmë jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ju jeni dëshmitar të asaj se çfarë po ndodhen, po shikoni shumë video, po shikoni shumë dalje publike, po shikoni shumë prenoncime, banorët po krijojnë shoqëri, po krijojnë miqësi mes njëri tjetrit, por një shoqëri siç duket nuk po vazhdon apo mund të jetë edhe një strategji. Big Brother VIP Albania 4 përfundoi, por diskutimet, ndjesit dhe tensione që u kultivuan brenda mureve të asaj shtëpie vazhdojnë të shpërthejnë edhe jashtë saj. E ndërsa publiku priste të shihte miqësinë që do të vijonte përtej spektaklit, një ndër raportet më të komentuara, ai mes Rozana Radit dhe Gjestit duket se ka marrë një drejtim të papritur. Ajo që nisi si një afërim i qetë dhe miqësor brenda shtëpisë me diskutime, këshilla dhe ndarje emocionesh, sot është kthyer në një heshtje të thellë, thuajse armiqësi të ftohtë, ku asnjëri nuk reagon ndaj tjetrit, qoftë me një like, qoftë edhe me një mbështetje publike. Për publiku shqiptar që e njeh Rozana Radin prej vitesh si artiste, këngëtare, aktore dhe personazh publik që nuk e kursen mendimin e saj, kjo sjell përmbajtje ndaj Gjestit, është një sinjal i qartë se marrëdhënia e tyre është ftohur thellësisht. Nuk ka më interaktivitet, nuk ka më komentime publike, nuk ka më afrim. Nga ana tjetër, Gjesti, një personazh i drejt për drejt dhe emocional, nuk e ka fshehur as brenda shtëpisë edhe as tani mlefin që ndjeu ndaj sjelljes së Rozanës, sidomos në momentin kur ndjeu se u keqkuptua dhe u lëndua ose u zhgënjye prej saj. A ishte kjo thjesht një përplasje karakteresh brenda një ambienti të izoluar apo ka diçka më shumë? Ajo që vihet re gjithashtu është se Rozana Radi ka nisur të afrohet publikisht me emra të tjerë të njohur të spektaklit, mes tyre Livian edhe Olën, dy ish banore të shtëpisë me të cilat brenda Big Brotherit me njërën kishte lidhje shumë të madhe të thellë, ndërsa me tjetrën më pak. Madje vetë Rozana brenda shtëpisë deklaroi që Olën nuk e njoh mirë, vetëm e përshëndesim njëra tjetrën, por realiteti jashtë ka treguar se jo vetëm e njihte, por madje ato të dyja ndan edhe video dhe momente të bukura jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ky ndryshim i qasjes ka ngritur pikpyetje, po krijon Rozana një aleancë të re? Po ripozicionohet Rozana në publik apo thjesht po ndjek rrjedhën e natyrshme të ndarjes që sjell spektakli? Big Brother është një eksperiment social. Ai detyron njerëzit përballen me tensionet, me frikë, me gënjeshtra dhe me maska që bien çdo ditë. Shumë miqësi janë ndërtuar, por edhe shumë janë shkatruar në këtë shtëpi. Rasti Rozanës me Gjestin është një tjetër shembull i qartë se ajo po ndërtohet brenda në kushte izolimi. Nuk ka gjithmonë fuqi të mbijetojë jashtë. Atje ku realiteti është ndryshe, ku fansat ushtrojnë presion, kur jetët sociale filtrojnë gjithçka dhe ku lojrat bëhen më të rëndësishme se ndjenjat. Nëse ka një gjë që mund të thuhet për Rozana Radin është se ajo nuk ka nevojë të rinë nën hijen e askujt për të marrur vëmendjen e publikut. Me një karrierë të gjatë, me një emër të ndërtuar me punë dhe talent, ajo ka mësuar të dalë nga çdo situatë me dinjitet, edhe kur është përfshirë në polemika, ku ndoshta pikërisht për këtë arsye ka zgjedhur të mos jetë me asnjë grup që ka të bëjë me Gjestin apo me Eglin apo dinamika të tjera të shtëpisë që sot janë kthyer në biseda të përditshme në rrjet. Ajo duket se ka vendosur të distancohet, të qëndrojë neutrale dhe të ruaj imazhin e saj jashtë dramave të spektaklit. Çfarëdo që të ketë ndodhur mes Rozanës dhe Gjestit, një keqkuptim, një zhgënjim apo thjesht rrjedhë natyrale e jetës, një gjë është e sigurt, Big Brother është vetëm fillimi i historive që vazhdojnë të shkruhen jashtë dhe ndonjëherë spektakli më i madh nuk është ai që ndodh brenda mureve të një shtëpie të ndërtuar, por ai që ndodh kur kamerat fiken dhe secili vendos çdo rrugë do të ndjek për të treguar veten e tij të vërtetë. Unë mendoj që ky është realiteti i Rozanës. Rozana e pa se si ndodhin gjërat jashtë dhe ndoshta
nuk dëshiron që më të vazhdon marrëdhënien dhe shoqërinë e saj me Gjestin. Ju e dini shumë bukur që edhe në post Big Brother Gjesti nuk e përshëndeti fare Rozanën dhe kjo e latë në kuptueshme situatën që mes tyre ka përfunduar gjithçka. Tashmë Gjesti po menaxhohet dhe po ndjek rrugtimin e tij nga Top Channel, por njëkohësisht edhe Rozana ka kontratën me Top Channel dhe do të ndjek këtë rrugtim. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por një herë Rozana Radi është duke bërë bashkëpunimin me Noizi dhe ka krijuar një afrimitet dhe shoqëri të madhe me Livien dhe ditën e djeshme edhe me Olën. Për shembull, Ola është personazhi i cili doli publikisht kundër Gjestit në rastin me Jozin. Dhe kjo nuk kupton që marrëdhënia mes Gjestit dhe Rozanës, edhe pse nisi si një nënë e birë, pse nisi si një motër e vlla, po si një hall edhe një nip jashtë shtëpisë së Big Brotherit, po shkatërrohet krejtësisht. Në fakt unë i kujtoj me shumë nostalgji momentin kur nipi Rozanës u bë pjesë e formatit Big Brother, pjesë e shtëpisë, ishte Gjesti ai i cili e përqafoi dhe i qëndronte pranë në momentin kur Rozana derte lot, por siç duket që në momentin e hyrjes së Eglit, marrëdhënia e Rozanës edhe Gjestit u shkatrua dhe për këtë arsye që Egli e ka ndier që Rozana e ka ndier ndoshta që Egli është xheloze për Gjestin, po largohet pafund nga marrëdhënia me të.